Një lajm I rëndësishëm vjen për Shqipërinë dhe për ruajtjen e trashëgimisë natyrore europiane. UNESCO ka dhënë rekomandimin zyrtar për shpalljen e luginës së Vjosës si rezervat biosfere. Ky është një hap I madh drejt mbrojtjes së një prej ekosistemeve më të rralla dhe më të paprekura në kontinent, që pritet të kurorizohet me miratimin përfundimtar në shtator nga Këshilli I rezervateve të biosferës I UNESCO-s. Lugina e Vjosës, e njohur si lumi I fundit I egër në Evropë, përfaqëson një model unik të bashkëjetesës harmonike midis njeriut dhe natyrës. Ky rekomandim do të thotë njohje për biodiversitetin e jashtëzakonshëm të zonës, për ruajtjen e peizazhit të saj të virgjër dhe për përpjekjet për zhvillim të qëndrueshëm në të gjithë territorin që përfshin lugina. Rezervatet e biosferës të UNESCO-s janë zona të mbrojtura që promovojnë zgjidhje për të balancuar ruajtjen e natyrës me zhvillimin ekonomik dhe social. Nëse rekomandimi miratohet përfundimisht, Vjosa do të bashkohet me një rrjet ndërkombëtar prej më shumë se 700 rezervatesh të tilla, duke u shndërruar në një simbol global të mbrojtjes së mjedisit. Shpallja e mundshme e luginës së Vjosës si rezervat biosfere përforcon rolin e Shqipërisë në hartën ndërkombëtare të ruajtjes së natyrës dhe hap rrugën për zhvillimin e ekoturizmit dhe iniciativave të qëndrueshme që mbështesin komunitetet vendase.